Partia Demokratike e Kosovës ka vazhduar fushatën elektorale në Voshtri. Kreu i kësaj partie dhe një herësh kandidati për kryeministër Bedri Hamza ka shpalosur premtimet kryesore të programit qeverisës duke u fokusuar në zhvillim ekonomik, mirëqenie sociale dhe forcimin e institucioneve të shtetit. Ne besojmë në politikën që krijon mundësi dhe që zgjedh probleme. Asnjë vend nuk mund të jetë përpara kur politika shndrohet në fushë betejë, e kemi provuar këtë. Nuk ka funksionuar. Tani është koha për bashkim. Për bashkim për të ecur përpara. Qytetarët nuk kërkojnë mrekulli. Ata kërkojnë dinjitet, stabilitet, një ekonomi që ja u lehtëson jetën. Hamza po ashtu ka premtuar lehtësira për bizneset, mbështetje për investimet dhe themelimin e gjykatës së punës me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve. Shtet të zhvilluar dhe të qëndrueshëm ekonomik, pas sektor privat të zhvilluar. Ne flasim me respekt për gjithë ndërmarrësin Kosovë, sepse ata punojnë për veti, punësojnë njerëz, janë punëdhënësi më i madh në Kosovë, janë kontribuesi më i madh në rritjen ekonomike dhe kontribuojnë për shtetin përmes tatimeve ku buxheti i shtetit paguhet nga taksat e shtetarëve dhe bizneseve të Kosovës. Përveç pronarëve, përveç bizneseve, programi ynë ofron edhe garanci për të punësuarit. Ne do ta kryejmë fondin prej papunësisë, një fond i cili ju garanton të gjithë atyre që për një arsye apo një arsye tjetër i humbin vendet e punës dhe jo ata të ngelin në javën e parë pa paga, por të kenë të garantuar pagesën nga shteti për 80% pagës të fundit për 6 muaj. Në këtë tubim, Hamza ka thënë se PDK-ja ofron një plan konkret qeverisës, duke shtuar se Kosova ka nevojë për stabilitet politik, zhvillim të qëndrueshëm dhe institucione funksionale. Lidhja Demokratike e Kosovës ka mbajtur fushatën parazgjedhore në komunën e Gjakovës, ku ka shpalosur programin e kësaj partie para qytetarëve të mbledhur. Kryetari i kësaj partie Lumir Abdigjiku tha se me ardhmën e LDK-s në krye të qeverisë së vendit do të ketë zhvillim ekonomik përmes buxhetit prej 5 miliard eurosh investime. LDK nuk premton rregullim, premton normalitet, premton shtet, premton rend, ligj dhe zhvillim të çdo me kalluar. Ne jemi forca që shohim qytetarin në qendër të politikës, që e shohim familjen si qendër të shoqërisë e që e shohim familjen si investim jo vetëm si një numër statistikor. Ne e shohim triun tonë si potencial zhvillimor, jo si barë e si një problem kombëtar. Dhe ne e shohim shtetin si shërbim, para se të jetë një privilegj për ne që i shërbim aty. Tutje Abdigjiku përsëriti premtimin për rritje pagash në sektorin publik. Kemi pa rritjen e pagave për të gjitha kategoritë, radhë të parë për ata që janë në arsim, dhe këtu ne kemi arritur sërish e them në Gjakov, se me qeverisën tonë, zotojnë para jush këtu Gjakov, para vendit, popullit dhe para Zotit, që paga e një mësuesit do të jetë 1.000 euro në muaj, ky standard i kontribimit shtetar për mësuesit e Kosovës. Paga e një infermierit do të jetë 175 euro, qërsa polici, ushtari, rezervisi do të marrin nga 900 euro. Dhe në këtë pikë mu duhet të them se me qeverisën tonë do të përkujtesemi dhe për pensionistët tonë, ata që bën këtë shtet të zhvillohet e të ndërtohet atë që kemi ne si që kemi sot. Abdigjiku premtoi mes të tjerash investime në infrastrukturë, sipas tij, LDK-ja vjen në pushtet me përvojë, dije dhe vizion të qartë për zhvillimin e vendit. Lëvizja vetëvendosje me partnerët e koalicionit kanë vazhduar sot fushatën elektorale për zgjedhjet e parakoshme të 28 dhjetorit në komunën e Soharekës. Kandidati për kryeministër Albin Kurti ka prezantuar pikat kryesore të programit qeverisës. Ndështyllat e këtij programi tha se është siguria kombëtare si bazë e zhvillimit ekonomik dhe stabilitetit politik. E kur themi siguri, e kemi parasysh rendin dhe ligjin, që e kemi vendosur cep më cep, integritetin territorial, sovranitetin shtetëror dhe tash që po flasim askund, as në veri të Kosovës nuk ka struktura a grupe kriminale a ilegale të cilat mund t'i bëjnë ballë drejtësisë së shtetit të pavarur të Kosovës. Kjo luftë
që kemi bërë me krimin e korrupsionin është përkthyer në rritje ekonomike për vendin tonë. Siguria pra është ndruar në begati. Kurti ritheksoi zotimin për rritje të vazhdueshme të pagave, pensioneve dhe mbështetje për familjet. Kësaj mbështetja për lehonat ka nisë me pagën minimale që ishte 170 euro, tash është mbështetja për lehonat e papuna 325.9 euro sa është paga minimale për 6 muaj e në vitin e ardhshëm bëhet 500 euro sa do t'jetë paga minimale, pra nënat lehonat papuna i marrin 3.000 euro në vit. Nënat lehona dhe jo vetëm ato lehona, po të gjitha nënat do t'i marrin edhe mjetet për fëmijët e tyre, prej 0 deri në 16 vjeç. S'ka pas në Kosovë për më shumë se 2 dekada shtesa për fëmijë. Në këtë aktivitet, u dhanë edhe zotime për arsim e shëndësi, ku është premtuar përmirësimi i cilësisë së arsimit, digitalizim të shërbimeve, zgjerim të shërbimeve shëndetësore publike, si dhe masa për mbrojtjen e mjedisit. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka vazhduar fushatën elektorale në Gjilan, ku ka prezantuar vizionin dhe programin qeverisës të kësaj partie për zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj tha se synimi i AK-s është përmirësimi i drejt për drejt i mirëqenies së qytetarëve, përkraja e familjeve, pensionistëve, punëtorëve të sektoreve të ndryshëm dhe të gjitha kategorive që kontribuan për vendin. Gjitha janë të mëshme, mirëqenien keme kthy në këtë vend ka muju jetu, edhe asë një kadëri e këti veni, asë qytetarët, se e kam thënë dje, motër edhe vlla, me afësit kufizume. Nuk kime mbet pa ne, keme qenë krahëteje, që je njeri ynë, që na jemi një. Nuk dalojmë asë kënë vetëm. Siguria, sipas Haradinajt, është ndër shtyllat kryesore në programin e AK-s. Sipas tij, Kosova ka rrugë të qartë drejt antarësimit në NATO, duke theksuar rolin e institucioneve të sigurisë dhe partneritetin me aleatët ndërkombëtar. Kryesorja është siguria, shtylla e tretë e programit ton. Unë mendoj që do ta ndjekim një rrugë të shkurt, dojmë i ra pak më trup antarësimit në NATO, edhe muj me bë, për me i herë dilemat. Edhe për ushtri kemi ra një rrugë bukur trup, e kem kriju ushtrin, unë besoj që edhe për NATO e arrim të, ekzistojnë, ndryshe thonë, shumë situata që janë të krijume, nuk kemi i fillu nga fillimi, edhe unë besoj që do të ndashohem NATO. Haradinaj premtoi rritje ekonomike duke theksuar se përmes programit synon aktivizimin e potencialit ekonomik të Kosovës, kthimin e investimeve dhe zbatimin e politikave fiskale të favorshme për bizneset. Përkraje e veçantë do t'u jepet sektorit privat, bizneseve të reja dhe grave në sipërmarrje dhe në tregun e punës. Gjilan një dënon.